Në kishën katolike të shenjtëve Pietri dhe Pali në Lushnjë, këtë të enjte është mbajtur një mesh për shpirtjeje për nder të Papa Franceskut. Meshën e drejtoi Don Pavlini, i cili theksoi se ndarja nga jeta e përkohshme dhe kalimi në jetën e përhershme të Papa Franceskut ndodhi një ditë pas festimit të Pashkëve dhe Zoti e thirrri që t'i bashkohej. Zoti e ka thirrë tek vetja, pra që të jetoj pasi ka jetuar Pashkët me to, që të jetoj Pashkën në plotësinë e tyre në qiell, pranë Zotit, të cilin aq shumë e ka dashur dhe që gjithë jetën i ka shërbyer. Andaj edhe ne si bashkësi e krishterë, si familje, edhe pse një bashkësi e vogël, kemi dëshirë që t'i bashkohemi mbar kishës në lutje për shpirtin e Papës tonë, në mënyrë që vërtet Zoti ta pranojë në mëshirën e vet, në mbretërinë e vet të paqes e të dashurisë. Ndërkohë besimtarët e shumtë që morën pjesë në këtë mesh ndezën qërinj pranë portretit të Papa Franceskut dhe u lutën për të. Na ka ardhur shumë keq për vdekjen e Papës, se ishte një nga papët. Nuk di si ta them, unë kam 33 vjet në Itali, kam njohur edhe Papa Wojtilën, ja.